Mi mbroma dhe mirë se vini në Real Story. Sigurisht e nisa editorialin me një farë homazh ndaj Recep Qosës, i cili na befasoi dhe mënyrën se si ai u largua prej nesh, duke na lënë shumicën prej nesh me gisht në gojë. Pa duke na hequr mundësinë që edhe ta kritikojmë. Recep Qosa, një lapidar i kombit shqiptar, i cili edhe ndonjëherë, edhe në betejat e veta, themi të vetmuara, pro shqiptaris, eci pa marrë parasysh parajgjykimet apo gjykimet e shumicës. Gjykimet, cilat apo parajgjykimet, cilat ne i ndjejmë kurrizin ton në këtë moment themi historik, gjeopolitik, por jo vetëm të Europës, ku Shqipëria kërkon të bëhet pjesë natyrisht edhe për shkak të rrethanave gjeopolitike, por në radhë parë për shkak të themi të vokacionit saj pro perëndimor. Para është kjo mjaft. Sigurisht situata është më e komplikuar se sa kaq për shkak të situatës në Bruksel, për shkak të situatave gjeopolitike, por padyshim edhe për shkak të situatave të brendshme politike në vend. Për këtë do të flasim sonte me ftuarit e mi, Arben Meçe, mbrëmë Meçe, Frok Çupi, mbrëmë Frok, Brisita Gjikondi, mbrëmë Brisita dhe Ergys Meti, mbrëmë Ergys. Ergys, do ta nis nga ty. Sigurisht integrimi evropian i Shqipërisë është një rrugtim shumë dimensional. Padyshim që deri dje, po themi, varej nga një themi procedurë burokratike e përshtatjes legislative, sjelljes shtetit, por jo vetëm me parametrat europian. Padyshim, pas 2022, shpërtimit luftës në Ukrainë, çështja u bë shumë më konkrete. Influencat proruse praktikisht u përkthyen në një konflikt Rusisë brenda gjirit të Europës, pra në Ukrainë, dhe padyshim pra atëherë lindi emergjenca e zgjerimit geopolitik të Bashkimit Evropian, pra Moldavia, Ukraina, por më pas dhe Ballkani, padyshim Ballkani perëndimor, ku për fat edhe për arsye jo thjesht gjeopolitike, Shqipëria bashkë me Malezi janë në ballë të integrimit. Sot jemi në një moment historik. Malezi ka nisur formulimin e asaj që unë e quajta dje, themi kontrata paramartesore e Podgoricës me Brukselin. Pra kontrata finale para se sa themi Malezit i bashkohet Bashkimit Evropian në vitin 2028, çka duket sot që ne flasim një rrugë pa kthim, pra nuk ka kthim mbrapa. Malezi do të jetë antar i Bashkimit Evropian në vitin 2028, antar i 28 vitin 2028. Kjo sigurisht sjell një tjetër themi enumeracion që është 2029 dhe antari 2029 që mund të jetë Shqipëria. Padyshim këtu pastaj përplasemi midis faktorit gjeopolitik dhe faktorit brendshëm politik në Shqipëri. Ku kemi sigurisht mëkatet tona si shtet, si kom, dhe këtu fusim padyshim edhe sherrin e shëmtuar politik kur vjen puna tek çështja e integrimit, që besoj që në Malzi apo në vende të tjera nuk ekziston. Cila ishte pyetja këtu? Pyetja është ti ku qëndron në si e shikon, pra sepse unë mendoj që ky është një moment historik. Është një moment historik duke pasur parasysh çfarë po ndodh me Malin e Zi. Nuk e di nëse mund ta quajmë komb, sigurisht shtet po komb jo. Pasi ka shqiptar, ka slav, cilët ndahen ortodoks dhe katolik, ka interesa pro-ruse që investohen të ortodoksët, ka temi interesa temi katolik që investohen nga Kroacia, etj. Pra situata është e komplikuar në një vend shumë vogël. Por realiteti është që me gjithë kompleksitetin që ka Malezi, fetar, social, ekonomik, gjeopolitik, sot ata janë te hapi i fundit drejt integrimit evropian. Ndërkohë ne, një kom me vokacion perëndimor, jemi larg akoma. Shiko, unë nga kjo shoh një gjë që kjo tregon nevojën e edhshme që ka Europa për të na integruar, ne dhe kudo tjetër që është në këtë proces. Po nuk ka emergjencë do të jetë jo më e para. Pikërisht pra, Europa është plotësisht e predispozuar për të na integruar, gjë që nuk kishte para disa vitesh, para se të plaste lufta në Rusi. Pra, ajo që u promovua nga qeveria jonë si integrimi Ballkanit perëndimor me Ballkanin e hapur, në fakt ishte një farë mënyre e mbështetur nga Europa për shkak se vetë Europa nuk kishte predispozitën për ta çuar më tej hapur zgjerimin e saj. Kurse tashmë duket që Europa ka interes shumë të madh që të zgjerohet dhe në mënyrë urgjente. Dhe të mos futesh në Europë në këto kushte, unë besoj që ky është mëkati më i madh që mund t'i kesh bërë këtij vendi. Pra domethënë tregon që jemi në gjendje të mjerueshme kur
nuk integrohemi dot as në kushtet kur BE i ka rrëzuar të gjitha pretendimet e veta dhe thotë aman hajde hyni vetëm në mosdaçi ju hyni pastaj. Domethënë, pra edhe unë Pyetja kjo është, a ka një pjesë nga ne që nuk e do këtë integrim dhe përse? Unë them, po kjo është supozim tashmë, unë besoj që thellë palët tek ne nuk e duan integrimin. Duan një Shqipëri kështu siç është. Zaten prandaj kanë lënë këtë vend 35 vite në këtë gjendje. Të dyja palët mendojun i intereson, janë shumë komod me këtë Shqipërinë tradicionale, kështu siç e kanë pasur këto 35 vite, ku shihin sallat dhe bëjnë çfarë duan, vjedhin dhe pasurohen, sundojnë në mënyrë mesjetare. Nuk japin pakët në mos na heqin ëndrrën europiane. Pikërisht pra, në momentin që do integrohen në Europë, gjithçka bëhet e vështirë. Kështu që këta janë të parë të painteresuar, pavarësisht se spaletat për procesin e integrimit i marrin dhe i trumbetojnë si të vetat. Por në thelbu mendoj që kjo nuk intereson. Para e dyta, unë besoj që një prej arsyeve dhe pse ka një vonesë tjetër, pra përveç sepse pati një predispozit pak sa u bë një vit a 2 vjet kur u hapën negociatat. Arsye pse është ndaluar këto kohë, mendojun është dhe SPAK-u. Sepse SPAK-u është një prej arritjeve më të mëdha me të cilat gjithë raportet që vlerësojnë